Misteri I stacionit të radios The Buzzer të Rusisë është thelluar pasi ky relikt I epokës sovjetike dërgoi 4 sinjale të çuditshme vetëm brenda 24 orëve. I njohur për përdorimin nga KGB-ja, gjatë kulmit të luftës së ftohtë, stacioni I radios UVB 76 ka qenë duke zhurmuar para ndërprerje që nga fundi I viteve 70 duke dërguar mesazhe sekrete ushtarake, sipas pretendimeve. Më 15 prill, radioja dërgoi 4 fjalë: Neptun, Timus, Fox Clock dhe Notabu, sipas kanalit të Telegram UV76, I cili monitoron vazhdimisht aktivitetin e saj. Sinjali I radios dha këto mesazhe të çuditshme brenda 24 orëve, diçka që kuptohet si një rast I rrallë, ndërsa askush nuk e di saktësisht se çfarë tregojnë këto sinjale misterioze. Spekulimet janë se ato lidhen me operacione sekrete ushtarake ose edhe protokolle bërthamore. Stacioni I valeve të shkurtra zakonisht nuk dërgon asnjë përveç një zhurmë statike, deri në momentin kur ndodh diçka e madhe, si një sulm bërthamor, thuhet sipas raportimit të stacionit të radios. Disa madje besojnë se është pjesë e një sistemi, I cili do të aktivizonte automatikisht një përgjigje ushtarake në rast sulmi ndaj Rusisë. Profesor David Stapos, një studiues I luftës elektronike, ka dëgjuar për herë të parë për këtë frekuencë misterioze të radios ruse në vitet 90. Ai shpjegoi për The Sun se UVB 76 është një bandë me frekuencë të lartë, e njohur si HF, dhe mund të dëgjohet në të gjithë territorin.